Në kuadër të javës së trashëgimisë kulturore u zhvillua në Vlorë një mbrëmje artistike dhe kulturore me vlera të veçanta, historike dhe identitare, e mundësuar nga Ministria e Kulturës dhe Muzeu Kombëtar i Pavarësisë, nën kujdesin e veçantë të drejtueses institucionit Kozeta Halili. Ky aktivitet solli në skenë shpirtin e traditës shqiptare përmes këngës labe, valleve tradicionale, poezisë artistike dhe elementeve të trashëgimisë sonë kulturore, duke rikthyer në kujdes historinë, kulturën dhe identitetin e trevës sonë. Aktiviteti u mbajt në sheshin përpara Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, ndërsa pati një interesim të madh edhe nga shumë qytetarë dardashës. Mirëseardhja të ftuarve ju dha nga drejtuesja e Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, Kozeta Halili, e cila e vlerësoi si një aktivitet teje të veçantë. Një ditë që na kujton se kultura është kujtesë, është identiteti dhe shpirti i një kombi. Sot kemi privilegjin të përcjellim një nga pasuritë më të çmuara të traditës shqiptare, këngën polifonike, këtë thesar shpirtëror që jehon brez pas brezi dhe që mban gjallë historinë, dhimbjen, krenarinë dhe fisnikërinë e popullit tonë. Në këtë koncert, zërat e djemve të Bogonicës do të sjellin përpara nesh jo vetëm tingujt muzikor, por emocione, kujtime dhe rrënjë të thella të identitetit shqiptar. Polifonia nuk është vetëm këngë, ajo është trashëgimi e gjallë, një gjuhë e shpirtit që na bashkon njerëzit dhe ruan kujtesën e kohës. Kjo atmosferë artistike do të pasurohet dhe nga interpretimi plot hieshi dhe energji i vajzave kërcimtare dhe Dreams Academy, të cilat me ritëm, elegancë dhe ngjyra do të japin jetë skenës sonë festive. Kjo ndërthurje e këngës tradicionale me vallëzimin artistik është dëshmi se trashëgimia kulturore nuk mbetet vetëm kujtimi së shkuarës, por vazhdon të jetojë dhe të frymëzojë brezat e ri. Si përfaqësuese e institucionit, shpreh mirënjohjen për të gjithë artistët, organizatorët dhe të rinjt që me pasion dhe përkushtim mbajnë gjallë vlerat më të bukura të kulturës sonë kombëtare. Le të jetë kjo mbrëmje një festë emocionesh, traditë dhe krenari shqiptare. Ju uroj një koncert të bukur, duar trokitje të merituara për çdo artist që do të ngjitet në këtë skenë. Emocione të shumta tek publiku solli ansambli folklorik Djemtë e Bogonicës, si dhe artistët e tjerë të ftuar. Zoti kur ti dha stolitë, i kishë mbushur të detuar. Ino gjomi me të rënda tunde që i lamurit, jo nga teti por nga kënda, se shtë mjetur pa të muri. Kosove pavarur erdhi dita jote, një shekull luftove vetrat serbe, o që Kosove pavarur erdhi dita jote, Kosove pavarur erdhi dita jote. Ky aktivitet me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës është kthyer në një traditë nga Muzeu Kombëtar i Pavarësisë në Vlorë, ndërsa qëllimi është promovimi i vlerave tona të trashëgimisë kulturore. Se shtë mbledhur palce